ishte që vjedhjet skizofrenike, që korupcioni i Edi Ramës do të vijojë. Si kundër do të vijojnë vjedhjet, jo vetëm me rrugët e Florinta, por edhe me të gjitha ato aferat të cilat tani më kanë shpërthyer në dritë të diellit dhe jo më larg se sa sot u publikua edhe fakti që edhe pse një nga biznesmenët e shpallur në kërkim për aferën e Akshit vijon ende të paguhet nga taksat e shqiptarëve. Ky ishte një provokim i ulët i Edi Ramës, një provokim i cili jam i bindur do të ndezë flakën e reagimit qytetar, të cilët nuk mund të poshtërohen nga një qet husarësh. Sot, Zeqine Peleshi vendosi të degenerojë për të disatën herë punimet e parlamentit dhe vetëm për faktin se Edi Rama nuk ishte guximin të përballej me opozitën në parlament, por u sheh pas fustanit të Belindës. Belinda Balluku duhet të ishte dorëzuar përkohësh drejtësisë. Dhe kjo në fakt është një sfidë edhe ndaj drejtësisë, asaj drejtësie në fakt pjesën më të madhe të së cilës e komandon me regji Edi Rama, dhe që sot mori mesazhin e qartë që kuvendi është kthyer në Guac, është kthyer në mburoj, ja dhe i zëvendës kryeministri që firmoste koncesionet. Kush ta arrestohet? Sepse ai plotson atë standardin që nuk do të jesh 2 metra për të futur në burg kabe. Dhe ai provokatori Erion Braçe apo jo? I cili gjithashtu ata të gjithë aty janë Belinda. Sot në parlament keni parë me sy tuaj 83 Belinda, të cilët me kartonat jeshil që ngritën sot japën